Gjithsej 46 pacient janë duke u trajtuar në vend, prej të cilëve 26 pacient janë në qendrën klinike, 10 janë në spitalin Teq Shtatori dhe 10 në spitalin e përgjithshëm të Shkupit, ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Ai tha se 16 pacient pritet të lëshohen për trajtim shtëpiak. Jashtë vendit, theksoi Taravari, janë duke u trajtuar 115 pacient dhe 8 prej tyre pritet që të kthehen në vend. Gjithsej në Maqedoni shërohen 46 pacient, kurse jashtë shtetit mbeten 115 pacient. Brenda kësaj jave prej të mërkurës presim që disa prej pacientëve që janë stabil dhe mirë të kthehen. Ky numër tash për tash që është paralajmëruar, besoj se do të jenë 8 pacient, të cilët para do të bëhet triazh prej klinikës prej nga është dërguar pacienti, do të trajtohet 1 deri 2 ditë maksimum, nëse është gjendje stabile dhe të mirë, do të bëhen të gjitha analizat e duhura dhe mandej do të lishohen në shtëpi. Taravari bëri të ditur se 4 pacient janë në gjendje kritike, por siç tha ai, jemi në fazë të infeksioneve të cilat mund të zhvillohen tek pacientët dhe në çdo moment mund të zhvillohen ndryshime të reja.